Mesfushori shqiptar Medon Berisha do të vazhdojë të jetë pjesë e Lecces edhe për sezonin e ardhshëm në Serie A, me klubin që ka vendosur të mbështetet te vazhdimësia dhe zhvillimi i lojtarëve të rinj brenda skuadrës. Vendimi vjen si pjesë e planit të drejtuesve për të ruajtur boshtin aktual të ekipit dhe për të ndërtuar mbi progresin e bërë në sezonin e fundit. Medon Berisha ka arritur të grumbullojë 13 paraqitje në kampionatin e fundit dhe ishte një nga lojtarët më të dalluar para se të pësonte një dëmtim të rëndë që e la jashtë për disa muaj, e më pas të dëmtoi sërish kur ishte pranë rikthimit në fushë. Kështu, paraqitjet e tij kanë bërë drejtuesit që të jenë të bindur në cilësinë dhe kualitetin e mesfushorit. Gjatë karrierës së tij, mesfushori shqiptar ka kaluar një rrugtim të rëndësishëm zhvillimi, duke u formuar në Akademinë e Young Boysit dhe më pas në skuadrën e të rinjve të Lecces, ndërsa ka qenë gjithashtu pjesë e ekipeve kombëtare të moshave të Shqipërisë dhe ka marrë edhe minuta me ekipin e parë. Aktualisht, Berisha është i lidhur me klubin me kontratë afatgjatë deri në vitin 2028, çka tregon besimin që drejtuesit kanë te potenciali i tij. Pas përfundimit të pushimeve verore, ai pritet të rikthehet në Lecce në muajin korrik për të nisur fazën përgatitore të sezonit të ri, ku do të jetë pjesë e grupit. Arda Kurtulan është një nga lojtarët që kërkohet me ngulm te Fenerbahçe. Klubi do emërojë trajnerin e ri, ndërsa Kurtulan, bashkë me Umit Akdag dhe Bertug Yildirim, janë dëshirat e drejtuesve. Transferimi i Kurtulan nuk do të jetë as pak i lehtë. Fanatik raporton se kërkohen 15 milion euro nga Göztepe. Kurtulan, ndërkohë, shikohet edhe si opsion për kombëtare në të ardhmen. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, zbuloi se Rolando Maran e kontaktoi Kurtulanin. Te Göztepe është penguar për shkak të rregullit të lojtarëve ekstrakomunitar. E paqartë mbetet nëse i njëjti problem do të vazhdonte edhe me firmën te Fenerbahçe. Fakt është se ka tërhequr vëmendje edhe nga jashtë Turqisë. Për këtë, çdo pistë mbetet akoma e hapur. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, preku disa lojtarë që janë në radarin e FSHF. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nelson Viper, ndërkohë, i është shmangur bisedave. Ndryshe mund të flitet për Arda Kurtulan, i cili ka lindur në Stamboll dhe është me 2 nënshtetësi. Ai ka spikatur me Göztepen në Superligën turke. Kurtulan është gati të luajë për Shqipërinë, por mbetet për të sqaruar situata me klubin turk për shkak të kufizimeve që lojtarët e huaj kanë. Kurtulan shikohet si opsion në vendin e Elseid Hysajt gjatë kësaj kohe, siç edhe vetë Bulku u shpreh. Por Arda Kurtulan, Hysaj është një nga lojtarët më të mirë të ekipit shqiptar. Jo më kot ka arritur atë shifër rekord si askush më parë. E meriton. Prandaj themi se dera e ekipit kombëtar është e hapur. Që të futesh tek ajo derë, që është shumë e madhe për të ardhur në ekipin kombëtar. Është dëshirë e madhe që ne të kemi sa më shumë lojtar dhe sa më shumë cilësor. Për momentin, akoma nuk kemi gjetur një zëvendësues që të jetë në nivelin e Hysajt ose edhe më i mirë se Hysaj. Jemi në bisedime me Kurtulan. Është një lojtar që është aktivizuar me të gjithë ekipet e moshave dhe më së fundmi ka qenë me kombëtaren U21 të Alban Bushit. Por biseda e fundit që ka qenë, para ndeshjeve miqësore, nga trajneri dhe nga ne me babain, me Kurtulan vetë personalisht dhe me menaxherin e tij. Na ka kërkuar sepse ka një problem për çështjen e lojtarëve ekstrakomunitar. Pritet që Kurtulan të ndryshojë skuadër ose të sqarojë skuadrën e tij me klubin ku ndodhet për momentin. Dhe presim dhe shpresojmë shumë që ta kemi në ndeshjet zyrtare, nëse trajneri ynë vendos që ta kemi pjesë të grupit, u shpreh Bulku në emisionin Në shtëpinë e futbollit, për rastin e Kurtulan. Kurtulan vlerësohet aktualisht 7 milion euro në tregun e Transfermarkt, një shifër që do e vendoste në vendin e 5 në listën e lojtarëve të kombëtares. Por janë interesuar ndo të tjerë edhe Fenerbahçe me Galatasarajin, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e transferimit jashtë Turqisë. Ervin Bulku, ndihmës trajneri Maran te kombëtarja shqiptare, ka folur për disa çështje me rëndësi për të ardhmen. Si asnjëherë më parë, Bulku i preku të gjitha prapaskenat me lojtarë që mund të luajnë me Shqipërinë në të ardhmen. Ndër të tjera, shfaqet edhe Adri Mehmeti. Ky i fundit luante me ekipin U15 të Shqipërisë para se Amerika ta merrte. Megjithatë, ekziston mundësia që të përfaqësojë sërish vendin e tij. Aktualisht po shkëlqen me New York Red Bulls në MLS. Është edhe Adri Mehmeti që aktivizohet në kampionatin amerikan. Është një lojtar që është aktivizuar me moshat tona.
E njëjta gjë vlen edhe pas bisedës me babain e tij. Është në një moment që po aktivizohet rregullisht e skuadra e tij. Me ka kërkuar pak kohë të shikojë për të ardhmen e tij se çfarë do të ndodhë. Duke parë se është një lojtar në moshë shumë të re, 2009, dhe po aktivizohet titullar me skuadrën e tij. Shpresojmë gjithmonë që të pranojë dhe të jetë pjesë e ekipit tonë kombëtar, u shpreh Burku për emisionin Në shtëpinë e futbollit. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nëse Gjermania nuk e aktivizon me ekipin e parë, do të konsideronte fanellën kuqezi. Nelson Viper nuk është aktualisht i hapur me biseda, ndërsa shfaqet i hapur të luajë sërish me Gjermanin U21 në Europianin U21. Sa i përket Arda Kurtulan, dëshira qëndron për të përfaqësuar Shqipërinë, ku ka luajtur me moshat. Problem shfaqet vetëm kampionati turk, pasi nëse luan me Shqipërinë, do të konsiderohej lojtar ekstrakomunitar në Turqi. Brian Gruda i ka mbyllur derën për momentin FSHFS, pasi ka shprehur sërish se nuk është interesuar për kalimin te Shqipëria. Gruda kërkon edhe 2 vite kohë. Zëvendëstrajneri i kombëtares, Ervin Bulku, dha detaje edhe për Nelson Viper, i cili sipas Bulkut as nuk pranon që të ketë bisedë miqësore aktualisht. Duke parë edhe nevojat që ne kemi në skuadër, normal që dera e ekipit kombëtar është gjithmonë e hapur për të gjithë ato që dëshirojnë të përfaqësojnë ekipin kombëtar. Por po të ndalemi në emrat konkret, si Brian Gruda, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës. Ftesa e parë ju ka bërë shumë vite më parë, që kur ishte 15 vjeç, me ekipet kombëtare të moshave. Por ai ka vendosur që të përfaqësonte moshat e Gjermanisë. Jo më larg se dje kam pasur një komunikim, unë personalisht me to, bashkë me trajnerin. Dhe na ka komunikuar nga menaxheri i tij që Brianin duhet ta lënë të qetë, dhe të paktën për 2 vite, ose edhe më shumë, sepse do që të përfaqësoj skuadrën përfaqësuese të Gjermanisë. Ne kemi bërë gjithçka. Është organizuar e gjithë drejtoria teknike dhe deri tek presidenti. Kemi kërkuar që të bëjmë një takim me to, por nuk na është mundësuar nga ana e lojtarit. Viper është e njëjta. Ndodhet për momentin në Shqipëri, është me pushime, sepse Shqipëria është e bukur, dhe është vendi i tyre. Ndodhet me pushime në Bregdetin e Jugut. Kemi komunikuar me të afërm të tij, kemi kërkuar që ta takojmë, bashkë me trajnerin. Na ka komunikuar që për momentin jam me pushime, dhe nuk mund të kemi një takim ose bisedë miqësore me Viperin. Por mos harrojmë që nuk është momenti i parë që komunikojmë dhe kërkojmë të bëhen pjesë e Shqipërisë. Por Viper ka vendosur që Europianin që do zhvillohet në vendin tonë, ta zhvillojmë me kombëtaren e 21 vjeçarëve të Gjermanisë. U shpreh Bulku në emisionin Në shtëpinë e futbollit. Në klubin turk të Sivasporit po priten ndryshime të rëndësishme në strukturën drejtuese, të cilat kanë sjellë një periudhë pasigurie për planifikimin e sezonit të ardhshëm. Në këtë situatë vëmendja është përqendruar te sulmuesi shqiptar Rei Manaj, i cili sipas raportimeve nga ambientet e klubit nuk është më pjesë e planeve prioritare për sezonin e ardhshëm. Me ardhjen e një drejtimi të ri të një riorganizim të pritshëm të skuadrës, pozicioni i tij është bërë gjithnjë më i pasigurt. Sipas raportimeve nga mediat turke, Manaj nuk shihet më si pjesë e planeve kryesore për të ardhmen, edhe pse ka qenë një nga emrat më të rëndësishëm në fazën ofensive të ekipit. Pozicioni i tij është dobësuar për shkak të formës së paqëndrueshme dhe mungesës së vazhdimësisë gjatë sezonit të fundit, duke bërë që drejtuesit të rishikojnë seriozisht rolin e tij në projektin e ri sportiv. Kjo situata shmer i kthen sërish një qendër të vëmendjes sulmuesin shqiptar që iku me shumë polemika nga Sivaspori, por më pas kur i kthye sërish në skuadër duke qenë i gatshëm të ujta rrogën. Dëmtimet dhe kostoja. Sezoni i fundit ka qenë i vështirë për Manajin pasi ai është përballur me disa dëmtime që kanë ndikuar drejt për drejt në ritmin e tij të lojës dhe në aftësinë për të qenë konstant në fushë. Këto probleme fizike kanë bërë që ai të mos arrijë nivelin e pritur nga klubi dhe tifozët, duke krijuar një situatë ku performanca e tij nuk ka qenë gjithmonë në përputhje me pritshmëritë e vendosura në fillim të sezonit. Një tjetër element që po ndikon në diskutimet për të ardhmen e tij është kostoja financiare e kontratës së tij, e cila konsiderohet ndër më të lartat në skuadër, në një moment kur klubi synon të ulë shpenzimet dhe të krijojë një balancë më të qëndrueshme ekonomike. Pagat e larta të disa lojtarëve janë kthyer në një çështje të rëndësishme për ristrukturimin e ekipit dhe Manaj është një nga emrat që po shqyrtohet në këtë drejtim. Planet e klubit. Sipas mediave turke, minjëherë pas formimit të bordit të ri drejtues, pritet të zhvillohet një takim me përfaqësuesit e lojtarit ku do të diskutohet ardhmja e tij në mënyrë të drejtë për drejtë. Në këtë takim do të analizohen të gjitha opsionet e mundshme duke përfshirë vazhdimin e bashkëpunimit ose një zgjidhje të kontratës nëse palët nuk arrin një marrëveshje për kushtet e reja.
Në ambientet e klubit po forcohet gjithnjë më shumë ideja se largimi i sulmuesit shqiptar është një skenar i mundshëm, sidomos nëse nuk gjendet një kompromis për aspektin financiar dhe rolin e tij në skuadër. Megjithatë, vendimi përfundimtar pritet të merret vetëm pasi të stabilizohet plotësisht struktura drejtuese e klubit dhe të përcaktohet qartë projekti sportiv për sezonin e ardhshëm, duke e lënë kështu të hapur të ardhmen si për Sivassporin, ashtu edhe për Rej Manajin. Ditët e merkatos pritet të jenë të nxehta për sulmuesin lushnjar, i cili shpeshherë ka qenë protagonist me klube të ndryshme. Manaj ka qenë padyshim një nga lojtarët më të suksesshëm dhe me Shqipërinë dhe kola shënuese kuqezimve, megjithse në ndeshjet e fundit mungoi për shkak dëmtimi. Sulmuesi lushnjar kujtohet për golin e realizuar në Leskovec kundër Serbisë në fitoren e madhe 0-1 të kuqezimve.